Traditë e bletarisë që vazhdon tash e 6 gjenerata. Në Pej, familja Mahmuti kujdesen për mbi 400 koshere bletësh dhe bëjmë prodhimin e mjaltit, polenit, propolisit, qumshtit të bletës, si dhe produkteve kozmetike e farmaceutike natyrale. Një punë që kërkon shumë përkushtim, dashuri për natyrën dhe kujdes maksimal për bletët. Edhe pse ka pasur mundësi të arrisë edhe më shumë numrin e koshereve, bletari Ferim Mahmuti thot se fokusi i tij nuk ka qenë vetëm zgjerimi, por zhvillimi i produkteve të tjera të bletës. Jeni me familjen Mahmuti në Pej, përndryshe merrem me bletim profesionalizëm. Jem gjenerata e 5 ose e 6 që merrem me këtë veprimtari. Parafërsisht për momentin kem dikun mbi 400 koshere blet. Blet për neve numri nuk është aq me rëndësi, se ne jemi në shumë fusha të zgjeru. Edhe fuqia punëtore e bën vetë, ne nuk jem të interesuar me shku mbi 400 deri në 500, jo me tepër me numër. Se kishim me mujtë me shku edhe me mija pa ndonjë problem. Nga viti 2000, do të thotë pas luftës, kemi fillu në zgjerimin e fushave, në fushën e bletarisë, fillimisht me prodhimin e mamave, prodhimin e gjitha produkteve bletare, qumsht, polen, propolis, dyllin e bletës, me cilin edhe përpunojmë, ushqimnat e bletës e kështu me radhë. Edhe së fundi kem fillu edhe përpunimin e produkteve bletare me bimë mjekuse ose apifitoterapin, ku kemi dikon rreth 15 produkte për momentin. Kemi kozmetike gjithashtu të zhvillu me bukur mirë, edhe aty kemi mbi 30 produkte, edhe synimet tona që të avancojmë edhe më tutje. Ai shton se gjatë gjithë rrugtimit të tij nuk ka përfituar asnjë grant dhe se çdo arritje deri më sot është ndërtuar vetëm. Unë nuk jam i grandum asnjëherë nga qeveria, as vendore, as lokale, as nga ndonjë organizate huj. Të gjitha investimet që janë bërë në fushën e bletarisë në Apikos Pej, janë të bërë nga familja me mjetëve tanok. Unë bletin e du, edhe shpesherë thëmë se kemi pas raste edhe prej zyrtare, thënë me ato mizat e juve na keni shashtris, na keni bosës, na keni bo, bleta bën pjesë të kafsht, edhe me ligje, edhe unë bletin s'kom qef me maqujt mizë për të kafsh. Do thotë se ka shumë produkt. Një term i cili thotë çdo gjallës që jep 2 më shumë produkte për konsum, është tas. Bleta jep shumë produkte. Ty fillu prej mjaltës, qumshtit, propolisit, e me radhë 6 produkte cilat i ka. Nga mjalti pranverës së hershme, ai livadheve e deri te mjalti i gështenjës, të gjitha të prodhuara në mënyrë natyrale nga bletët e tyre. Fillimisht prodhojmë mjaltën e akacjes, pranverën e hershme. Para akacjes të ne s'ka kushte, do të thotë që janë dimnat të papërshtatshëm për me mujt me vjel ndonjë mjalt të behareve të pemëve, po akacia është kullosa si kullosë e parë. Filloj me akacjen, pastaj me një pjesë të livadheve, shkojmë me bjeshkën, gështenjen, e kështu. Këto 4 lloje ne kryesisht i kemi në stoqe gati çdo herë, edhe me to merrem më shumë. Kemi dikon mbi 30 produkte tonat, të gjitha llojet, do thotë të ushqimnat e bletëve të ngurtë, të langët, edhe të ushqimnat e ngurtë kemi disa lloje, të ushqimnat e langët po ashtu kemi disa lloje, kemi përpunimin e produkteve bletare mjekuse, ku bën pjesë parafarmacia, ku kemi dhe standardet jemi të licencu me ISO dhe HACCP standarde dhe me licencë vendore. Faktori kryesor është moti. Bletari mundet me pas blet ma të mirat edhe ma të fortat
që munden me egzistu. Por nëse nuk jep natyra, nëse janë temperaturat e natës tulta, nëse ka lagështi tepërt, nëse temperaturat e ditës nuk japin për mjaltim, është në 18 gradë, atëhere këtë është bleta e fort, ose mundi bletarit shkon. Ai thot se ka 69 vite jetë me bletari dhe se bletet nuk janë të rrezikshme kur trajtohen me qetësi dhe respekt. Unë kam 69 vite, të thotë afër 70. Edhe krejt jeta ime ka shku me bletën, prej që kemi fillu me ecë të ne thuhet zhak, me 4 kombë, do të thotë me dure, me guj, na në për bletë kemi ecë, kështu friga nuk ekziston të na, edhe kur s'ke frigë edhe bletat pickon ma pak, edhe i di momentet kur ajo nuk sulmon, do të thotë kur ka kullosa si tash këto, absolut nuk na sulmon fare. Mahmuti për vojën e tij të gjatë ndan edhe me të tjerët. Ai thot se shpesh mban trajnime për bletarët e vendit, të cilët janë shtuar në numër. Thekson se dikur peja kishte vetëm 30 e sot numëron rreth 600. Pas na kemi mbajt ligjërata, sidomos edhe për gradë bletare, për bletarë të ri, i binë këto shkollat, qerdhet, kështu. Bletarë cilë dojnë mu aftësu profesionalisht, përvoja jonë është e gjatë dhe besoj që bletarin e njoh ma shumë se shumë, edhe besoj që fushën e bletarisë ka folet Shqip nuk e njeh kush ma mirë se unë. Për bëj këtë ekskluzive në emisionin tuj, këto për sfidoj gjithë bletarët. Fushat cilat njerëzit kanë pasion, bletaria, shpestaria, peshkataria, do të që njerëzit marrin si pasion e fillon fillimisht me si pasion i vogël, mandej shkon t'ju rrit, disa mund ta kapin, do të thotë t'i përshtatën, ta dun bletën, lidhen me bletën edhe ta zhvillojnë mirë këtë fushë. Po ka dhe për ty në shumë që tërheken, kështu që gjithmonë kanë qenë këto sfida. Unë e majnë men edhe kur kom para shamu vitet e 80, bletarët në pejke mujtë mi numëru në gishtat dorës. Do të thotë kanë qenë 20-30 bletarë krejt në pejke, sot janë mbi 600-700. Do të thotë për çdo ditë lindin bletarë të ri, ndonjë helen, kështu që bletaria vazhdon. Ai shton se produktet e bletës janë mjaft të kërkuara për shkak të efektit që kanë në organizëm. Shumë qytetarë i blejnë këto të fundit për parandalimin dhe lehtësimin e shumë sëmundjeve. Dashnia për bletën. E du tash po e përdori vetë atë fjallën që tash s'kom qef më ma quj dikush si insekt, edhe si kafsh, edhe si do të thotë produktet e saj, kur veç mendon që na kemi shembull shumë raste që njerëz me smundje të ndryshme në apiterapi, ku ju kemi ndihmu, ajo të bën mas krenari me ndi veten shumë të lumtur, të shtatzania, të gjana tjera për shkak qumshte dhe tjera, që bëhesh shumë krenare dhe t'jep një shtys më marrën në këtë fushë. Bletari nga Peja, veprimtarinë e tij e zhvillon edhe në Prizren, duke zgjeruar punën e tij me përkushtim në çdo vend ku vepron.